Zonja drejtuese e seancës, në fakt kur vjen ky momenti i diskutimit sidomos të buxhetit faktik, mua më duket se bëjmë diskutimet më dobta dhe vetëm me një gojë të rrumbullt kështu, sepse duket sikur shumë kollaj të marrësh dhe të lexosh relacionet që shoqërojnë kur përcillet buxheti në parlament, se sa realisht merresh me ato që janë problemet kryesore të një buxheti. Dhe nuk besoj se ka qeveri në botë e cila të mbetet e kënaqur nga buxheti që miraton, apo pastaj të jetë akoma dhe më e kënaqur nga mënyra se si e ka realizuar këtë buxhet. Megjithatë, sot është data kur universitetet kanë filluar shkollën. Unë do doja shumë, meqense Ministri i Arsimit ka mbritur në seancë, që ne të kuptonim sot për një diskutim dhe problem që ka diskutuar për muaj e muaj të tërë, se sa student filluan sot universitetet. Sa prej atyre të cilët kishin një mesatare të lartë nuk arritën që të shkonin në universitetet publike. Sa prej atyre të cilët kishin një mesatare më të ulët apo një mesatare të mirë kanë shkuar në universitetet private. Sa në këtë sistem të ri dhe në këtë reformë zgjedhore ishin universitetet publike apo arsimi publik, ai i cili përfitoi apo mbështetëm arsimin privat. Unë nuk kam asgjë me arsimin privat, as me shkollimin privat të fëmijëve, të nxënësve dhe studentëve. Por sigurisht do të ishte e papalshme që të krijosh një traumë të madhe, një pjesë të mirë të atyre që kanë mbaruar shkollën sot, për të mbështetur institucionet caktuara të arsimit privat. Megjithatë, të rinjt shqiptar, dhe kolegët e mi e thanë pak më parë, jo vetëm sigurisht për hir të reformës në arsim, jo vetëm për situatën e krijuar këtë vit, por në mungesë të alternativës dhe të shpresës ose dhe të orientimit për tregun e punës, se çfarë do të bëjnë kur të mbarojnë studimet, në një pjesë masive janë larguar vitin e kaluar nga Shqipëria. Dhe të gjithë përmendën studimin dhe gjetjet e Eurostatit, ku 80% e atyre që janë larguar nga Shqipëria janë në një moshë nën 35 vjeç. Por në fakt pak kush ose askush nuk tha që në vitin 2015 janë larguar 67.000 shqiptar nga Shqipëria. Dhe po ta krahasosh me një vit përpara, kur kanë qenë 12.200, do të thotë që rritja është kolosale. Dhe nuk mundet që të jemi kaq vetëm të raportojmë shifra të njërit studim apo të një institucioni qoftë vendas apo ndërkombëtar njëri mbas tjetrit, dhe të mos mendojmë gjithë ky numër i lartë i atyre që largohen nga Shqipëria, kryesisht të rinj, një pjesë dërmuese fëmijë edhe të pashoqëruar me prindër. Janë ato të cilët duhet ngrenë një alarm për gjithë ne, lidhur edhe me forcat në tregun e punës të nesërmes, lidhur me nivelin dhe sistemin e të ardhurave, lidhur me skemën e ardhshme të pensioneve. Këto besoj që duhet jenë çështje të cilat duhet shoqërojnë çdo mendim dhe lexim të një raporti, të cilin e zakonisht e bëjmë vetëm si papagall në këtë sallë, pa bërë një analizë dhe pa përqendruar dhe pa propozuar asnjë politikë tjetër, e cila duhet ishte pika kryesore që vjen mbas leximit të një dokumenti të tillë. Ne nuk mund ta lëmë çështjen e largimit të shqiptarëve nga Shqipëria, vetëm si çështje të problematikës dhe të një diskutimi për drejtuar gishtin në këtë sallë tek qeveria e sotme, apo se si janë shtruar problemet ndër vite, apo se sa mungesë shpresë ka tek politika edhe për vitet që do të vinë. Në rast se nuk arrim që të formulojmë dhe keni buxhetin e ri që do të vi së shpejti në parlament, politika të cilat të targetohen në bazë të grupeve të caktuara që kanë nevojë. Në rast se këtë vit ka nevojë për të targetuar politika mbështetëse për rinin, sigurisht që buxheti që vjen duhet të jetë i fokusuar tek rinia. Në rast se këtë vit ka më shumë nevojë për të targetuar politika mbështetëse për ata të cilët janë të papunë, ky buxhet duhet të ketë një përqindje të lartë tek ata që janë të papunë. Në rast se duhet mbështesim arsimin me një përqindje më të lartë në prodhimin e brendshëm bruto dhe jo s'keni për të mbritur kur mbase asnjëherë deri tek ajo që keni premtuar në programin qeverisës. Por për të rritur nivelin, atëherë sigurisht që duhet ketë një orientim të këtij lloji. Dhe për të mbritur këtu ku jemi ne dhe për të diskutuar dhe për të votuar buxhetet dhe gjitha projekt ligjet e tjera, sigurisht që çdo gjë bëhet mbas zgjedhjeve. Dhe kjo çështja e zgjedhjeve ka kohë që diskutohet dhe flitet në këtë sallë. Në gusht të këtij viti, kur shumë zëra ishin në një haret pa justifikuar se sa mirë do të ishte qeveria teknike që do të shpëtonte Shqipërinë nga gjithë gjëmat e kësaj qeverisje, madje ca po ndanin dhe emrat e ministrave, më kujtohet që pa ta thënë se problemi kryesor i gjithë këtyre diskutimeve që bëhen edhe nuk mbarojnë asnjëherë, po vetëm për të shtyr kohën edhe për të shtyr ditët, do të jetë hilja që po ndodh me reformën zgjedhore. Unë jam një nga të pak
paktët njerëz që besoj se një ligj mundet me të vërtetë t'i ndalë dorën korrupsionit apo korrupsionit me votën. Por besoj që vullneti për të ndryshuar mund ta bëjë këtë. Sepse puna e paras dhe ndryshimit të votës dhe mashtrimit në votën, e blerjes dhe shitjes saj në politik, është si puna atyre molave apo milingonave në kuzhinë, që po nuk janë mbyllur gjithë vendet nga të cilat hyn, do ta kesh të pamundur që ta luftosh. Dhe për të mos i shkuar asaj skemës që është një skemë tashmë e mirëqen edhe gjithmonë në fuqi, kur duhet të paguash për të qenë deputet, kur duhet të paguash dhe të tregosh veten sa jaftje për të marrë një vend në parlamentin e ardhshëm. Ku nesër duhet të jesh i gatshëm vetëm që të bësh çfarë thot partia jote, kur koka jote nuk vlen dhe nuk ka fare rëndësi për 4 vite sepse ka rëndësi vetëm koka e kryetarit të partisë që të ka zgjedhur. Unë them që ne duhet ishim ulur në mënyrë urgjente për diskutuar për sistemin ton zgjedhor. Nuk e them këtë sepse kam dëgjuar deklarata televizive dhe publike këto ditë, të bëra dhe të nisura nga kreu i Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim, që në fakt propozon një formë tjetër të sistemit zgjedhor dhe nuk e ka votuar atë të cilën ne 2 partitë e mëdha kemi votuar. Dhe për atij sistemi jemi sot në parlament. Nuk e them këtë as sepse kam dëgjuar përgjigje dhe reagime nga kolegët e mi të opozitës se çfarë mendojnë për listat e hapura apo për formën që duhet të ketë sistemi zgjedhor. Madje nuk besoj se sistemi zgjedhor dhe reforma zgjedhore duhet quhet e kryer dhe e përfunduar ose ta ketë pikën dhe të bëhet debati publikisht pa u bërë një herë atje ku duhet, në komision të reformës zgjedhore. Por duke qenë se sistemi aktual, cilin ne kemi në fuqi, është një sistem që ka bërë histori, sepse e ka deformuar politikën më shumë se çdo sistem tjetër, ka deformuar drejtën e votës më shumë se çdo sistem tjetër, unë them që kohë nuk ka, por e domosdoshme është që reforma zgjedhore të kishte një pikë. Në maj të këtij viti, kur nisi diskutimi dhe u mblot Komisioni Parlamentar për Reformën Zgjedhore, nga kryetari i Kuvendit u tha që do të mbaronte brenda muajit qershor. Sot jemi në fund të tetorit. Vitin tjetër hym në zgjedhje që do të thotë që deri në dhjetor është afati kur mund bëhen ndryshime. Kemi propozime për të ndryshuar nga OSBE Odiri, për të ndryshuar dhe për të zbatuar reformën zgjedhore. Nuk kemi asgjë e cila të jetë konkrete. Unë nuk duhem të them që kjo është vetëm një hile e madhe, kështu nisi që në fillim. Nuk duhet ndryshuar ky sistem, nuk kishte rëndësi të ndryshojë sistemi, hajde të vazhdojmë edhe të shkojmë me këtë sistem deri në zgjedhjet e ardhshme. Por them që ky sistem ka një nevojë urgjente për të ulur dhe për të vendosur të paktën disa parime mbi të cilat mund të hyhet në zgjedhjet e ardhshme. Dhe po ju jap këtu një shembull. E kam përmendur edhe një herë tjetër pjesën e financimit të partive politike. E përsëris që nuk pres që me ligj financimi i partive politike të kontrollohet tërësisht, por pres që të ketë një sistem më të angazhuar për të bërë kontrollin e parave që hidhen në fushata zgjedhore. Nuk mund ta bëjmë dot pa një ndryshim ligjor dhe nuk do ta bënim dot në rast se nuk do të kishte vullnet. Por po ju jap shembullin e një vendi fqinj, i cili është në proces antarësimi me Bashkimin Evropian, pra ka çelur negociatat me Bashkimin Evropian. Në vendin fqinj, në njësinë antikorrupsion, pra në atë njësi e cila normalisht i përkon SPAK-ut ton të miratuar, ka një prokuror të veçantë, të posaçëm, vetëm për mashtrimin zgjedhor. Në bazë të ligjit dhe të monitorimit më të ngushtë që ndodh vetëm kur hapen negociatat e një vendi me Bashkimin Evropian, detyrimi për të raportuar për financimin e partive politike, për mënyrën se si derdhen parat në fushat, nuk është më vetëm në fillim apo në fund të fushatës, por bëhet gjatë gjithë kohës që fushata është në zhvillim, pra çdo javë apo një herë në 2 javë. Në përgatitjen e këtij vlerësimi përfshihet kontrolli i lartë i shtetit, duke me kërkesën pra nga prokurori i special apo i posaçëm për zgjedhjet. Dhe çfarë ndodh? Në rast se vjen re që ka mashtrime apo ka deklarata të cilat nuk përputhen gjatë fushatës, atëherë kërkohet nga gjoba kur bëhet fjalë për mos përputhje të vogla, deri tek çuarja brenda fushatës zgjedhore, para drejtësisë në rast se bëhet fjalë për mashtrime të mëdha e kryetarit të partisë politike, pra e subjektit, kryetarit të subjektit, i cili mashtron me financimin e partive politike. Tani, a nuk mendoni se ne në këtë klim të jashtëzakonshme të mosbesimit me njëri tjetrin,
Kur ne opozita themi nuk hyet në zgjedhje me këtë kryeministër, kur ju thoni që ne do të vazhdojmë përpara suksese e kemi të garantuar mandatin tjetër, kur ju nga ngelur vetëm që të mos mendoni mos e çfarë do duan shqiptarët votojnë, por çfarë ju mendoni se si do t'i shtrini marrëdhëniet mes koalicionit dhe njëri tjetrit. A nuk është kjo jetike për të garantuar votën e çdo qytetari? Dhe e fundit, sistemi i kontrollit dhe i vetingut, i cili do të kontrollojë gjyqtarët dhe prokurorët, pavarësisht problemit që ka për momentin sepse forca ime politike ka çuar në gjykatë kushtetuese, nuk ka pse të mos shtrihet si veting edhe për financimin e partive politike. Dhe për t'i bërë të mundura të gjitha këto, dhe për të pasur mundësi që buxheti faktik i 2017-ës pastaj mos jetë vetëm me pjesën e mos ketë vetëm më investime, po të jetë shpenzuar kryesisht vetëm për pjesën e blerjes së votës, ne kemi domosdoshme çeljen e negociatave, sepse ky është një diskutim tjetër që kam dëgjuar këto ditë. Dhe Zonja Bregu përfundoheni. Barova, unë besoj dhe jam e bindur se pavarësisht se procesi i çeljes së negociatave duket sikur i vjen në ndihmë qeverisë e cila është në pushtet, është procesi jetik për shqiptarët. Ne nuk kemi as një rrugë tjetër dhe as mund pretendojmë që nivelin e besimit tek njëri tjetri të arrisim vetëm me diskutimet apo me akuzat që i bëjmë njëri tjetrit. Ne na duhet garancia e monitorimit, e kontrollit të reformave të veçanta një nga një, jo vetëm në parim dhe jo vetëm në linjat përgjithshme. Ndaj, për këtë, na duhet çelja e negociatave me Bashkimin Evropian.